Besimtarët katolik nisën festën në natën e ndërimit të 24 dhjetorit duke marrë pjesë në meshat e celebruara në kishat përkatëse. Në Korçë, mesha tradicionale e Krishtlindjes është mbajtur në katedrale Ngjallja e Krishtit nga mitropoliti i Zot Johani. Ai ka përcjell mesazhin e bashkimit dhe të dashurisë për të gjithë shqiptarët, duke u lutur për ata që janë në vështirësi dhe nevojë. Në Shkodër, besimtarët katolik kremtuan festën e Krishtlindjes në meshën e shenjtë të celebruar nga arqipeshkvi i dioqezës Shkodër Pult i Zot Angelo Masafra në kishën katedrale. Shumë besimtarë lezhjanë u mblodhën në mesnat për të kremtuar meshën në katedralen e Shën Nikollës. Arqipeshkvi i dioqezës së Lezhës i Zot Ottavio Vitale kërkoi që njerëzit ta ndihmojnë njëri tjetrin dhe të sakrifikojnë për të ngritur një jetë në paqe dhe bashkëpunim. Festimet në mesnat nisen edhe nga të krishterët në Lushnjë. Në kishën katolike dhe atë ortodokse, qindra besimtar morën pjesë në kremtimin e Krishtlindjes. Krishtlindja është festa më e rëndësishme të krishterëve. Ajo festohet çdo vit më 25 dhjetor, ditën kur besohet se lindi Jezu Krishti.